flet, sigurisht paguan çmimin për këtë, të fortë, të madh, të gjatë në kohë, por reziston. Edvin Prifti është me ne. Mirëmëngjes, Prifti, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Si jeni ju? Mirë. Ja kam seriozisht këtë pyetjen, si jeni ju? Qëndrojmë, mbahemi, edhe mundohemi të ecim përpara me pavarësisht vështirësive, pengesave apo akuzave. Edhe akuzat janë. Dhe si dikush që e njeh mirë këtë pjesë, doktor Prifti, kam një kuriozitet. A i festoni fitoret e vogla? Jo. Sepse praktikisht ju jeni një nga njerëzit në nivel planetar në anën e durrë të historisë, siç kanë qenë ca të mburrën për luftën e dytë botërore. Ju qelluat në anën e durrë të historisë në një moment të çmendurie kolektive globale. E vërtet. Pyetja e parë do ishte italianët kanë një pyetje. Chi te lo ha fatto fare? Kush ta bëri që kush ta bëri mendjen që duhet ta bëj atë luftë? Po mbase vetvetja. Mbase juve bët një pyetje, ai festoni fitoret. Po fitoria është kur shpëton një jetë. Po atë e festoj. Kënaqem, shkoj në shtëpi i kënaqur, ashtu sikurse edhe i dhuruar kur nuk e fitoj atë betejë. Dhe betejë është me vdekje. Dhe padyshim që ne e kemi për detyrë në kultivimin tonë si mjek, duhet të jetë pjesë e kultivimit të një mjeku që të luftoj kundër vdekjes dhe të luftoj për jetën, për ta fituar atë. Dhe sigurisht edhe në një situatë globale, pandemike, me problematikat e saj, çdo mjek nga më i thjeshti deri te më i evoluari dhe më i nxëni, më i dituri, duhet të japi kontributin e tij për të fituar qoftë edhe një jetë më shumë. Kush shpëton një jetë, ka shpëtuar botën. Megjithatë ju dolët kundër narrativës zyrtare publike, jo vetëm shqiptare, por dhe më gjërë, që në momentet e para. Pat ju diçka që askush tjetër nuk po e shihte apo nuk pranonin ta shihnin? Shiko, unë merrem shumë me kërkimin shkencor në 30 vjet eksperiencë, edhe jashtë vendit, kam fituar çmime shumë të rëndësishme në lidhje me këtë fushë dhe neve kemi një komunitet, është një komunitet botëror i kufizuar, nuk janë shumë njerëz, dhe sigurisht që neve kemi shkëmbime informacione të herpasershme. Dhe unë që në fillim kisha informacion që këtu kishte një diçka problematike. Për më tepër edhe 25 vjet përpara unë kam fituar edhe një çmim bashkë me 2 kolegë të tjerë, ndër të cilët më kryesori më pas u bë rektori i Universitetit të La Sapiences, ku unë kam studiuar. Dhe jam marrë pikërisht me terapin gjenetike kirurgjikale. Për aq sa më takonte mua për zemrën, shumë e ngjashme me terapin gjenetike që u improvizua si vaksin më pas. Dhe që në atë kohë unë kisha informacion në bazë të kontakteve që kisha me disa personalitete, sidomos më kryesori që sot nuk jeton më, u gjeti vdekur në rrethana misterioze në një hotel në Nairobi. Sot ka edhe bustin përballë qendrës ku ai punonte në Winnipeg laboratori në Ontario, profesor Frank Plumer, i cili ishte që nga viti 2011 ishte shkencëtari numër 1 i koronaviruseve në botë. Me cilin unë kisha bashkëpunuar në vitin 2003-2004 kur punoja në Toronto dhe kishim pikërisht të projekte të biologjisë molekulare për terapin gjenetike kirurgjikale, që ishte ai personi që ishte interlokutori me kardiokirurgjin. Dhe unë kisha kontakte dhe këto pyesje. Greqin do pyesje nëse në mos autoritetin kryesor shkencor të botës. Kur shikonim këta njerëz të cilët prisin në stacionet e autobusit në Vuan dhe binin në tokë, unë do pyesja pikërisht atë dhe u ndodhe rastësisht në këto komunikime. Ai më futi në një listë emailësh ku neve komunikonim dhe unë merrsha në kohë rekord. Bile më mbahet mend që kur në dhjetor, kur u identifikuar për herë të parë materiali gjenetik i koronavirusit, në dhjetor të vitit 2019, një grup studimor indian mua më erdhi materiali dhe ata
idhin iden që, jo idhin iden, po kishin vërtetuar që në koronavirus ishtin një segment i furinës, dhe segmenti i furinës nuk është tipik për koronaviruset, por është për AIDS-in. Dhe që aty ata odhen iden që ky ishte një interpozicion gjenetik artificial i prodhuar në mënyrë inxhinierike. Dhe ky artikull, ky studim ka qëndruar vetëm për 4 orë. Mas 4 orë u zhduk menjëherë nga interneti. Dhe unë e kam atë sepse Arita e shkarkova. Sepse jo. Sepse më vin të informacioni. Gjithsesi unë nuk është se u shpreha për këto gjëra, sepse ishin dhe informacione të rezervuara, të pavërtetuara, domethënë ishin për një komunitet të caktuar që arrinte ta absorbonte të vërtetën, se e vërteta nga ndonjëherë vret. Mos pyet. Kështu që edhe duhet të jesh i kujdesshëm kur e thua të vërtetë. Dhe ndodhi që pikërisht në atë periudhë neve na erdhi një projekt i vitit 2017, quhet projekti Defuse. Që në fakt u vërtetua nga emailët vetëm këto ditë. Jo, ai është vërtetuar që në vitin 2024. Jo, për publikun e gjerë nga emailët që juve... Nga që është seksi tash pjesa e prostitucionit, e Epshit dhe Epsteinit, tani duket se po bëjmë ca llogari. Domethënë në emailët e Epsteinit janë marrëdhëniet midis disa personaliteteve, personazheve, se personalitete nuk është fjala e dur, disa personazheve të cilët që në vitin 2015-2017 projektonin simulimet e pandemisë në një mënyrë ose në një tjetër që dhe pyetja që unë kam ngritur në këtë postimin tim të fundit me këto emaile, që janë emaile zyrtare, janë të publikuara në mediat amerikane dhe akoma jo të gjitha, se janë 5.3 milion faqe. Dhe pikërisht këto tregojnë një marrëdhënie shumë të dyshimt, secili mundet ta gjykojë vetë, ta interpretoj, por unë pyetja që kam ngritur është ç'punë ka një njerëz si Epstein me apo Bill Gatesi, apo edhe Bill Gatesi qoftë. Bill Gatesi aktualisht është në një gjyq në Holland, nuk e dini këtë, pikërisht për pandeminë. Dhe së bashku me drejtorin e Pfizerit dhe i dëshmimtar tjetër ishte edhe një personalitet ky që quhet Stephen Boyle, se nuk jeton më, i cili do vinte të dëshmonte në këtë gjyq në Holland. Stephen Boyle është themeluesi i aktit të bioterrorizmit në Amerikë, një nga juristët më ekzemplar të Shteteve të Bashkuara, ishte i pari që në janar të vitit 2020 tha që COVID-19 është një armë biologjike ofensive, offensive bioweapon, dhe uftua në këtë gjyq në Holland dhe u gjendi vdekur në rrethana të paqarta. Do kemi shumë nga këta që kanë vdekur në rrethana të paqarta? Unë mendoja se kishte përfunduar ky proces, por fakti që edhe aktualisht një personalitet si Stephen Boyle, që ka qenë rektori i Universitetit të Illinoisit, njëri me shumë peshë intelektuale dhe mendore, të ndodhin këto gjëra edhe tani është pak e dyshim dhe tregon për thellësinë dhe makinerinë e këtij procesi as pak të mirë për njerëzimin që u prodhua këto 5 vjet. Pyetjet janë shumëta, por bëjmë një hap pas rikthehemi te projekti Defuse. Çfarë është për publikun, nëse mund ta shpjegoj? Projekti Defuse ishte një projekt i vitit që paraqitet në vitin 2017 në DARPA. DARPA është akronimi i një agjencisë më të evoluar shkencore në botë. Është Defensive Advanced Research Project Agency. Është e Pentagonit. Dhe akuzuar nga teoristët konspirativ. Nuk e di sepse përgjigjja e tyre ishte shumë pozitive. Ishte projekti për të prodhuar Covidin. Ky projekt u aplikua nga një personazh. Cili ishte qëllimi fillestar? Armë biologjike apo? Po, kishte të bënte me atë që një virus i cili nuk e dëmton njeriu ta bëj ta neutralizojë. Jo, të jetë patologjik për njeriu. Këto ishin gjitha projekte të një grupimi shkencëtarës me në krye Antonio Fauci, që janë konsideruar si gain of function, pra të rrisi funksionin, të rrisi funksionin të bëhet armë biologjike për dhe ky projekt u aplikua nga një personazh, Peter Daszak,
Ky është presidenti i Eco Health Alliance, djali i komandantit të rinisë hitleriane, të rinisë naziste ukrainase të luftës dytë botërore, i cili u morë nga anglezët dhe pastaj Peter Dajshak, komandonte, ishte presidenti i kësaj organizate që aplikon për këtë projekt. Dy drejtuesit teknik të tij, se në të vërtetë ai nuk ka as shkollim, ka gradë shkencore. Domethënë ka përfunduar, kjo është e çuditshme në kurrikulumin e tij që ka përfunduar doktoraturën për zoologji, por nuk ka mbaruar një universitet, është çike e paqartë. Çike si këto tanë. Kanë bërë universitetin Tetov pa të mesme. Po të paktën është universiteti Tetov. Okej. Këse ka fare. Dhe dy drejtuesit e tij teknik, shkencëtar të një niveli botëror, njëri që quhet Ralph Baric, që punonte, nuk e dia punon më, në Universitetin e Carolinës, dhe një grua që quhet profesoresha Xin Zhengli, drejtoresha e Institutit Virologjisë Pekinit. Në të vërtet, para vitit 2018, kishte patur disa mini epidemi ose pandemi në zonën e Karolinës së Veriut, pikërisht nga punimet dhe mutacionet që kishte prodhuar Ralph Baric. Por tani këta donin të prodhonin një virus, një koronavirus, i cili ishte të shpërndaj me ajrin. Dhe për këtë aplikuan. DARPA i jep një përgjigje negative për hir të vërtetës në vitin 2018, dhe arsyeja kryesore ishte sepse drejtuesi teknik tjetër, që ishte kjo profesoresha kineze, me siguri ishte lidhur me shërbimet inteligjente kineze, dhe e vetmja mënyrë për ta prodhuar sa më safe këtë proces, këtë virus, ishte të prodhoi në një laborator BCL6, domethënë i sigurisë maksimale, të cilët ishin laborator ushtarak në Fort Detrick në Maryland, dhe nuk mund të lejonin detyrimisht që të futej një personazh. Pa certifikat sigurie etj. Dhe me siguri mbasi këta nuk e aprovuan në mënyrë korrekte, si duket gjetën mundësit dhe e aplikuan në Wuhan, i cili ishte BCL4, i cili ishte një laborator që nuk përmbushte kriteret për këtë tip virusi, që i cili mund të shpërndajë me ajër, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Pra, a ishte biznes, a ishte masakër, a ishte luft? Nuk, tani... Në vlerësimin tuaj. Përpara se dinin këto dosjet e Epsteinit, mendoja që jo. Mendoja që dalja ishte aksidentale, mendoja që prodhimi i shërbente një objektivi militar, dhe është legjitime kjo gjë, edhe në vende tjera ka eksperimentet të tilla, ka të cilat bëhen për ofensiv, për sulm apo për mbrojtje, sigurisht nuk janë gjëra të mira, po janë brenda kuadreve ligjore të çdo shteti. Si dhe negociatat bëhen në hijen e topave, kështu që mirë të kemi topat. Mirë, po fakti që dalin këto dhëna, kjo nuk është gjë e mirë. Domethënë, nuk është as pak gjë e mirë. Kjo tregon domethënë që në këtë projekt janë involvuar segmente të një makinerie globale, jashtëzakonisht shumë fuqishme dhe problematike. Do thënë që një njeri si Epsteinit ishte interlokutori, pra pse i dërgojnë ata email e Epsteinit? Ata i dërgojnë dhe po t'i lexosh me vëmendje, thonë që ne duhet bashkëpunojmë, duhet të involvoj filan person, se detyra e Epsteinit kjo ishte tek e fundit. Ai ishte një njeri gjithditur i cili bënte interlokucionin e bizneseve, aferave, lidhjeve, aty ku lidhja nuk funksionon, dhe ai e shantazhon dhe me proceset, me fotografit dhe me filmimet që kishte bërë, dhe për të arritur qëllimet dhe është një gjë e tillë, në qoftë se do jetë e vërtetë, se sigurisht duhet ta thonë institucionet përkatëse, dhe fatmirësisht FBI me këtë Kash Pajtelin, drejtorin e ri, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, qoftë edhe për faktin duke i demonstruar, duke i ekspozuar këtë... Rastësisht bota u kthye në binarët e normalitetit dhe drejtës. Megjithatë, jo aq shumë, po është një fillim. Është një fillim i mirë. Si thash kollaj në krahasim me luftën biologjike. Një kuriozitet, shumica e liderëve të botës kanë kërkuar ndjesë për atë që ka ndodhur gjatë pandemisë. Liderët ton lokal, jo, se
Do të thënë, ajo që ka ndodhur në shumicën e vendeve të botës është që ato liderët e pandemisë kanë rënë gjithë. Jo ke ne, se të ne nuk bie kur askush. Nuk ka kërkuar askush ndjes, ministrat e shëndetësisë, kryeministri, por në të njëjtën periudhë filloi dhe një përndjekje penale ndaj jush. Fatmirësisht nuk keni humbur asnjë kredit shkencor, nuk keni diskreditim shkencor, fatmirësisht. Se mund ta kishin tentuar dhe atë personal shkencor, por ka qenë e gjithatë një aspekt tjetër, madje jeni në SPAK, siç janë njerëzit më të rrezikshëm të këtij vendi. A keni pasur komunikime të kësaj natyre me zyrtarët e vendit? Ju kanë kërkuar të heshtni, të ju kërkojnë ndjes? Jo. Absolutisht. Heshtje? S'kam pasur asnjë lloj komunikimi. Domethënë, më duket Që pyetja, asnjë ministër shëndetësore të shikë këto që thua, për kuriozitet? Jo, s'mund ma, e para s'mund ma thonë këtë që, po... Jo, qoftë edhe, ku dëgjon? Jo. O, profesor, ta bëjmë vaksinën ne, apo mos ta bëjmë? Jo, as të s'ma kanë pyetur. As kaq? Jo. Njerëzit normal besoj ju kanë pyetur ata që... Me vjetra mira. Kështu që... Por ata jo? Jo, nuk kam patur komunikime dhe e quar, nuk... Tani që po ma bëm pyetjen, po më bën mendoj se deri tani e kisha menduar si një marrëdhënie korrekte, domethënë që s'kam pse të më pyesin, as s'kam pse i pyes, domethënë nuk... Si, nuk ti je titullar i një institucioni shëndetësie dhe nuk pyet autoritetin maksimal shkencor që ke? Fjala vjen? Mirë, po kështu e mendojnë, për këtë marrin votat, që të vendosin dhe të veprojnë vetë. Po jo, nuk është se ka konkurrencë shkencore aty, nuk zgjidhet me vota fakti shkencor. Flavio, unë prandaj ka klasa të caktuara. Qartë, po mendoj që juve jeni në këtë shoqëri ku jetojmë, që në këto 35 vjet, unë nuk kam jetuar në Shqipëri 12 vjet, po kam di gjërat se çfarë ka ndodhur dhe mendoj që në 35 vjet meritokracia në këtë vend është dëmtuar, sulmuar, por sidomos në kohërat e fundit meritokracia ka përfunduar, kështu që është një pretendim më duket mua një çik absurd që në kohërat që jetojmë ti të bësh një pyetje të tillë, domethënë në kuptimin që po në çdo fushë, jo vetëm në mjekësi, kjo shikohet në çdo fushë. Këtu tani jemi në kohën e gjithë diturve, të cilët veprojnë sipas linjave të tyre dhe sipas mendimeve të tyre. Nuk është gjë e mirë, por kjo është. Dhe duhet ta pranojmë. Jo, në mos do e pranojmë, do e dorëzohemi. Nëse jeton në demokraci, ti do pranosh atë që të serviret nga shumica që voton dhe do e pranosh, ky është realiteti. E kuptoj. Cila është pyetja që bëjnë më shpesh sot në 2026 për pandemin, për Covidin dhe për vaksinat? Cilët e kuriozitet? Ata që vdiqen, apo ka pasoja ende afatgjata? Absolutisht, po që ka pasoja dhe kjo evidentohet dita ditës. Po unë mendoj që... Covid apo vaksina? Both, të dyja. Janë e njëjta gjë? Të dyja. Unë mendoj që dëmi më i madh që u bë është që këto u quajtën vaksina. Nuk ishin vaksina, ishin terapi gjenetike në shkallë të gjerë, e para. E dyta, duke përdorur termin vaksin për ta bërë më të absorbueshëm për popujt, se popujt ishin mësuar që vaksinat reale ishin efikase. Bëhen shpesh, s'ka në gjë. Janë shpëtuar miliarda njerëz me ato vaksine. Dhe ishte më absorbueshme për t'i përdorur. Mirë, kaloi kjo fazë. Mirë, po, në mënyrë të pamenduar, bile unë e kam shkruar që në 2021 këtë gjë, që përdorimi i këtij termi është gjë e gabuar sepse do ndikoj në gjithë proceset e vaksinimit. Çfarë po ndodh sot mbas 5 vjetësh? S'po vaksinojnë më njerëzit fëmijët. Domethënë, duke qenë se kanë krijuar një atrit ndaj përdorimit të vaksinave të Covidit, me të drejtë, tani njerëzit në nivel global tashmë, kanë filluar të anatemojnë gjithë vaksinat e tjera. Po marrim një efekt të kundërt, një efekt negativ. Domino të tmerrshëm. Jo të mirë, sepse neve për procesi i vaksinimit është tek brezat e rinj, te fëmijët e vegjël. Dhe nëse neve nuk ju garantojmë atyre mbijetesën dhe një jetë sa më normale nëpërmjet atyre proceseve të standardizuara që ka 80 vjet që aplikohen me të studiuar etj, neve
bllokojmë pikërisht të proces beninj të mirë që i kishim krijuar shoqërisë njerëzore. Dhe nëse ka studime për vaksinat e tjera normale që mund të kenë ndonjë problem, as kurkushi nuk ka kurajën dhe guximin të anatemojë vaksinën. Por thonë, kjo vaksinë ka alumin dhe alumini mund t'japi këtë proces. Okej, korrekt, e drejtë. Hajde ta gjykojmë të bëhet studimi dhe të gjendet një formë tjetër teknologjike e prodhimit. Por jo të thuar që vaksinat nuk duhen përdorur. Kjo është shumë e gabuar. Kjo është shumë e gabuar. Pra, shikoni tani se një proces i nisu gabimisht, i kamufluar, i prodhuar artificialisht, që në ngjizjen e tij fillon dhe prodhon efekte negative. Dhe vën diskutim gjëra bazike. Dhe vën në diskutim dhe njerëzit sot nuk vaksinohen për fruthin. Që është çmenduri për ju? Që është absolutisht e papranueshme. Sepse është provuar, mund të thuhet kjo gjë që hajde të përdorim një teknologji tjetër për vaksinën e fruthit, e cila mos ketë efekte kolaterale, patjetër. Unë jam pro përmirësimit dhe progresit, por jo që ti të anatemosh atë gjë që për 80 vjet me radhë ka funksionuar. Dhe kjo është e papranueshme. Pra, kjo është njëri për elementeve, po elementet e tjerë janë sigurisht që sot ke gati 5 miliard njerëz të vaksinuar, 4 deri në 5 miliard, të cilët me këto vaksina që neve nuk dim akoma efektet e tyre afatgjatë tek e fundit. Në qoftë se ti prodhon ishte një studim i para 2 ditësh që edhe mbas 4 vjetësh organizmi prodhon proteinën spike. Pra neve e kthejmë organizmin e njeriut në një motor të prodhimit të proteinës spike, dhe proteina spike është aliene, pra nuk është e trupit njeriut, është një specie tjetër që e ka emrin koronavirus. Dakor? Por kjo vetë e kanë bërë në konventën e modifikimeve gjenetike të Komunitetit Evropian në vitin 2001-2002, në eni 7 i ndalon çdo lloj industrie apo çdo sistemi mjekësor që të prodhojë mutacione gjenetike tek organizmi njerëzor për të prodhuar ato që quhen kimerat, human animal chimeras. Pra, kur prodhohen të shesin belerofontin e tyre. Por kur prodhohet kimera do të thotë që të bësh që organizmi njeriu të prodhojë një protein aliene, një protein apo 10 proteina apo 1000 proteina, jo të species ti. Pra jo të species Homo sapiens. Pra kanë shkelur ligjin e tyre, ligjin që e kanë bërë ata vetë. Është neni 7 i kësaj konvente. Apo bëhen kërkime për të prodhuar një produkt, një vaksinë, një ilaç për të zhbërë ndikimin e koronavirusit, e vaksinave? Unë do më thënë që përpara 2 vjetësh ka filluar, por akoma nuk kemi të dhëna definitive dhe unë prandaj dhe pra do të ketë një dritë në fundonete? Nuk mundohem që t'ju sugjeroj pacientëve. Faktikisht neve nuk mundet, do më thënë nuk ka asnjë lloj mënyre që ato modifikim gjenetik që është bërë nga vaksina të çbëhet. Por ajo që mund të bëhet është destruksioni i proteinës spike në mënyrë të vazhdueshme çdo 24 orë. Dhe këto janë disa terapi që quhen spike detox, të cilat fatmirësisht proteina spike është shumë fragjile, shumë delikate, nuk qëndron, domethënë në momentin e një ataku sado minimal ajo destruktohet. Dhe fatmirësisht janë duke punuar dhe nuk janë ilaçe, kjo është dhe një lajm i mirë. Ato që po përdoren janë disa produkte biologjike, siç është natokinaza ose bromelaini që ndodhet tek ananasi e tjera. Dhe në momentin kur do specifikohet dhe do kemi të dhëna reale shkencore se si doza sa herë duhet marrë etj. Tani sigurisht që ju e dini që e keni ngacmuar kuriozitetin atyre që po na ndjekin. Të shpërthej ananasi? Jo, se i bje të ha shumë ananas. Po mirë. Po, le të presim, unë mendoj që grupe shkencore janë duke punuar me një zhdërvjetësi të papar, por duhet
pak kohë, do të thonë mos veprojmë si puna e vaksinave që pas filloi studimi, merrni dhe përdoreni, më kupton? Dhe pastaj ndodh ajo që ndodh. Le të presim rezultatet pak durim. Në momentin kur këto të jenë zyrtare, absolutisht që do ja sugjerojmë edhe njerëzve. E megjithatë rikthehemi, bëjmë ciklin siç ndodh në vepra cilësore artistike, rikthehemi te pika e fillimit, te çmimi që ju po paguani, doktor Edvini. Po kjo është një çmim personal. Jo, s'është çmim personal. Kjo është çmim e gjithë shoqëria ndodhet nën atë sulm, është një sulm ndaj fjalës lirë, është një sulm ndaj meritokracisë, ndaj shkencës, ndaj faktit, se u duk sikur dorëzuan gjithë gjatë pandemisë, por edhe sot. Edhe intelektualët sot janë të dorëzuar. Askush nuk flet, askush nuk thot të bardhës, zezët, zezë. Në ç'pikë është çështja juaj sot, që flasim, 2026-ën. Ka filluar në 2021-shin? Në 2020-ën? Në shkurt, unë jam arrestuar në 13 shkurt 2021. Okej. Shiko, unë... Mund të rikujtoj publikut për çfarë? Jam arrestuar me akuzën për korrupsion pasiv dhe do më thënë... Dhe rrugës janë shtuar veprat si që ka zakon. Ushtua sepse ushtua që në ato moment, sepse në të vërtet në datë 9 shkurt mua më erdhën nga Spaku për të sekuestruar kartelat e smurve dhe mbas 2 ditësh erdhën në shtëpinë time. Sigurisht që unë më thënë dhe kjo është pyetja që edhe ju a kam ngritur i thash për ju, unë isha informuar 2 ditë përpara, mos e ngrini me kaq të madhe këtë që unë kisha një sasi lekë shtëpisë, për 48 orë kohë që po ti kisha të paligjshme, do i kisha larguar, por s'kisha asgjë të paligjshme. Dhe në atë moment më pyetën, çfarë janë këto para, ja ku është marrëveshja për kace, edhe më thanë, mos u shqetëso, do i gjykojnë, pastaj të nesër televizionet. Televizionet s'ka nga ta dinë nëse nuk është dikush nga Spaku që i jep... Patjetër, në televizionet thanë bloku i zi, të kujtohet, kisha i bloku në ku shnoja të bloku është dukur, nuk flitet sot për bloku. Apo flitej për para në zyrë, absolutisht dhe pa vërtet. Nese, këto janë çështje. Po, do më thënë, aty shtuan edhe këtë akuzën e pastrimit parave dhe unë pastaj sekuestruan gjithë, i vazhdojnë të jenë sekuestruar. E gjithë jeta juaj është sekuestruar aktualisht? Po, patjetër, për 5 vjetësh. Dhe gjithë kushtimet e mia, edhe unë për 5 vjetë ju thosha, ore, bëni një ekspertizë kontabël, me memo, me dokumentet. Bëra vetë një ekspertizë kontabël, të cilën e dorëzova në dhjetor 2021-shit, dhe në 8 shkurt 2024, pra mas 3 vjetësh më thanë nuk e dim këtë. Ajo kishte edhe numër proces verbali. Ishte zhdukur. Po, kanë filluar shpesh i zhdukin dokumentat nga gjykimet. Po. Dhe më pas u i detyroi gjykata në seancë paraprake që zgjati 2 vjet, sipas ligjit duhet zgjasë 30 ditë. Zgjati 2 vjet. Bën një ekspertizë kontabël e cila rezultoi që del me 2 variante, ekspertiza kontabël e Spakut. Del në variantin e parë që të gjitha të ardhurat e mia janë të ligjshme dhe nuk ka asnjë lloj problemi, sipas ligjit mbi tatimeve, ligjit filan. Dhe në qoftë se do ishim ligjin e tatimeve, del varianti i parë që unë kam bërë, ka një shumë 28 milion lekë për cilat janë mburimet ligjshme, por të patatuar. Dhe këto 28 milion lekë, kur shkon dhe lexon, janë bërë mbasi unë jam arrestuar. Pra mbasi unë u burgosa, u lash pa punë dhe pa të drejtë ushtrimi. Pa drejtë ushtrimi, u sekuestruan gjithë mjetet financiare, unë kisha prodhuar përsëri këtë shumë. Keni lutë bigjos? Absurde. Keni fituar në kazino? Tani nuk e di. Nuk e di si e kanë justifikuar dhe në këtë moment më lindi e drejta i thash, okej, kjo është përgjigje. Për herë të parë, mas 5 vjetësh bëra kërkesën për heqjen e sekuestrës. Dhe sigurisht që gjykata mbajti një qëndrim koherent në të vërtetë, sepse edhe ata sapo kanë filluar procesin, edhe unë do kisha marrë kohë që ta studioja dhe ma hodhi poshtë.
presim. Si takojnë tani me pacientët? Takojme normalisht. Po e ushtroni detyrën tuaj? Po, që në shtator të 2022-shit më kthyen në vendin e punës me urdhër dhe punojnë në QSUT, punojnë në struktura tjera private, sipas kërkesës së pacientit. Si u shohin sy kolegët? Se nuk i mbaj mend, unë mbaj mend kolegët tuaj, zoti Prifti, kur duartrokistin me jarg, kur vinte ministri gjatë pandemisë. I mbani mend ata duartrokitjet në senator Jum, që sot ata në Francë u kthenin në shpinën ama. Sigurisht. Edhe në Belgjik. Ja fshatar ata, ku di, s'kan klasë, nuk kanë qytetari. Si u shohin sy kolegët tuaj? Po, marrëdhënie korrekte. Edhe unë i shoh normalisht, vazhdojnë të bëjmë punën e tyre. Unë i kam patur vartës për gati për 10 vjet, kështu që vartës dhe kolegë, se sigurisht neve punojmë bashkarisht. Edhe uroj që të kenë sukseset e tyre në punë, të evoluajnë, të çojnë përpara për te atyre që u bën ato 10 vjet, më kupton? Mua më interesojnë dhe më tregojnë shumë proceset kafkiane, dhe kam përshtypjen jo vetëm mua, po gjithë njerëzimin e intrigon përjetimi dhe evolimi individual i njeriut në një proces, një padrejtësie monumentale ndaj individit vogël. Për familjen tuaj, edhe për ju vetë, a ka pasur ndonjë natë ku mendoni se fakti që thatë të vërtetën nuk ja vlente? Unë nuk jam penduar absolutisht për ato gjëra që kam thënë. Për ato gjëra që s'kam thënë, në atë kohë, që ju e përmendët tani se u bë publik në vitin 2024 projekti Defuse në Senatin Amerikan, u bë nami në Komisionin Hetimor për... Aty ndryshohet e historia politike për Covidin. Unë nuk isha folur. Unë nuk isha folur kur. Sepse ishin dhe informacionet rezervuar, dhe unë mendoj që unë nuk jam penduar për ato që kam thënë, por sigurisht jam penduar për faktin që në një mënyrë ose një tjetër, nga kurioziteti im apo jo, unë ndodha në një entourage, në një, si thua, në një komunitet ku ky informacion shumë i rezervuar, i klasifikuar filloi të qarkullonte dhe që sigurisht ishte problematik për dikë. Qartë. Kur fiton çështjen Edvin Prifti? Kur mbaron kjo? Ju kanë dhënë ndonjë afat? Keni ndonjë ide? Jo, nuk, mbas edhe unë mos ta fitoj. Uroj që, domethënë në një farë mënyrë ka kaluar kohë dhe uroj që të shkëputen nga ky nga motivimi që u bë në atë kohë. Atëherë kush e nisi çështjen ndaj jush? Prokurori. Spaku. Kush ishte? Se janë famshëm prokurorët e Spakut. Zoti Altin Dumani. Okej. Dakor. Situata është kjo që unë uroj që të jetë një gjykim, nuk ka për qenë, uroj, por nuk besoj, sepse janë shumë të koklavitura situata. Do të thënë, në momentin që gjykata pranon... Është thjesht, keni korrupsion, s'keni korrupsion, flas për... Jo, në momentin që gjykata pranon të marrë në shërtim një çështje ku për herë të parë në historinë lëre në botë, po për herë të parë në historinë e Shqipërisë, unë kam studiuar për 5 vjet, kam studiuar kodin e procedurës penale dhe kodin penal shqiptar. Dhe jo vetëm. Okej. Sa ta kanë bërë një gabim që po përballen me një shkencëtar. Ata e din. Dhe ndërkohë kam studiuar çdo çështje, 100% të çështjeve në Shqipëri për akuza për korrupsion pasiv. Okej. Dhe mbi 50% në nivel botëror. Dakor. Kjo është pak e frikshme. Dhe në asnjë rast, lëre botën, se bota ka një sistem drejtësie të caktuar, pa asnjë rast në Shqipëri, edhe këtu nuk kanë guxuar, pavarësisht motivacioneve tjera që ta akuzojnë dikë për korrupsion pasiv, pa akuzuar dikë për korrupsion aktiv. Po, në vërtetë. Po si jeni tani më i vetmi, se ka edhe 2-3 tjerë që... Jo, nuk ka. Nuk ekziston që të jetë akuzuar dikush për korrupsion pasiv, pa qenë dikush për korrupsion aktiv. Dhe rasti im është një Guinness në këtë, sepse është i vetmi rast që akuzojnë dikë për korrupsion pasiv, pa akuzuar dikë për korrupsion aktiv. Po, e qartë. Pyetjet do ishin shumë po të gjitha do ishin absurde. Po do sqarohen, ajo do bëhet publike shumë shpejt, se tani seancat janë publike. Unë ftoj çdo që të vit marrë pjesë, edhe për kuriozitet qoftë,
që I mbani mend ato që patën, jo që patën dyshimet e ju, por që ishin të bindur që ju që ishte akuza e vërtet në jush? Shiko, Flavio, pra i mbaj mend sigurisht. Pra, ajo që po kërkoj unë të di, kemi të bëjmë me Giordano Brunon, Galileon apo Kontin e Monte Cristos? Po këtë nuk e vendos as unë as ti në këtë moment. Këtë do e vendosin njerëzit. Këtë do e vendosin njerëzit, do e vendosi shiko, ky është sa një gjykim institucional, është edhe ai gjykim popullor. Patjetër. Ka shumë të dhëna, domethënë në momentin që ti e zgjat 5 vjet apo 15 vjet dhe nuk pranon përballjen, është një domethënie, se është shumë e thjeshtë, nëse ke një fakt, zotrinjtë kishin faktin, unë kisha lekët në shtëpi dhe e pompuan, nëse këto lekë janë të paligjshme, nuk kanë nevojë për 5 vjet. 5 ditë mjaftojnë. 5 ditë, 15 ditë, ja dhe 5 muaj, dhe mbaron puna. Unë do kisha mbaruar dhe dënimin tani, po procesi është i tillë që e thatë juve vetë, proces kafkian. Dhe sigurisht ju duhet kuptuar një gjë që në momentin që dikush i thotë të vërtetën, e vërteta është aq e fortë sa nuk e përballon dot e pavërteta. Por e pavërteta, mënyrën e vetme të sulmit që ka është që të bëj pis të vërtetën. Dhe duke e bërë pis, e vërteta nuk dëgjohet. Kjo është historia e njerëzimit. Po. Që ka ndodhur ka mijëra vjet kjo histori. Pra në një moment kur dikushi thot diçka. Shkolla e propagandës bazohet. Atëherë duhet ta bëjmë pis këtë njeri. Në momentin që ai bëhet pis dhe komuniteti e absorbon këtë gjë, atëherë e vërteta nuk dëgjohet. Por ama ka një problem. Nëse komuniteti nuk e beson këtë pislëk, ajo e vërtet bëhet 10 herë më e fuqishme. E mbyllim me këtë slogan, faleminderit Edvin për istim. Faleminderit juve. Ne kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak, si kujtoni se dorëzohemi ka shkollajnë e pënemi më kisë spaku.